Janes Kopak, drejtori ekzekutiv i sekretariatit të Komitetit e Energjisë në Vjenë, çmon se pakti i qeverisë shqiptare me kompaninë ÇEZ është vendim në interes të qytetarëve. Për herë të parë zbulohet se çekët e kishin kushtëzuar votën e tyre me marrëveshjen. Marrëveshja përfundimtare mes ÇEZ dhe qeverisë shqiptare është nënshkruar në zyrën time dhe ishte kusht që të hiqej vetoja nga ana e Republikës Çeke në kohën e bisedimeve për dhënien e statusit të vendit kandidat. 2 orë pasi është nënshkruar marrëveshja në zyrën time, Çekia hoqi veton. Kopak shpreh keqardhje që marrëveshja goditet nga politika. Tani jam i pakënaqur që kjo çështje u hap përsëri. Ju duhet të jeni të kënaqur që kjo çështje u mbyll, u dha një zgjidhje. Në politik, njëra palë duhet të vendosë shumë kurajo në përcaktimin e diçkaje, dhe në këtë rast jam shumë i kënaqur që qeveria pati kurajon dhe mbylli këtë. Unë mendoj që kjo marrëveshje nuk është bërë në simbolin e kurajos, por në simbolin e inferioritetit. Ora News e pyeti Kopak nëse për çështjen ÇEZ duhej hetim ndërkombëtar. Besoj se kur gjërat nuk zgjidhen dhe nuk ke besim brenda vendit, mund të kërkosh ndihmë jashtë. Ne merremi me çështje energjie, jo biznesi. Gjatë raportimit në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, Kopak foli edhe për nevojën e pavarësimit të institucionit rregullator të energjisë në vendin tonë, ERE.